Këshia e anës mundësohet nga Ciao Berto, Franke, Riso Scotti, Pasta Garofalo, Prince Cafe, Mielli Finesa, JP.com dhe uji Alkaline. Mirë më gjesi krejtve. O, zotë sa e mire para për mu sot. Hajta marrë që të mesit, shojmë që kemi bodil, se të kemi nisë me hangër dhe uftof kjo. Sa që kemi nisë, provaj sa që të shikos. Se ca kolli e ka provu. Zona, menyn e marrë kështë që timbri jam I zonit, është pak më karakteristik. Dashurova sytë e bukur, sytë e djallës zisën, une jam dashnorja jote ditën e mirë, oho, ditën e mirë, hajt, ditën e mirë, o, sof. Mirë më gjesi krejtve, sot e kam nisë ditën me një kafe, dije cila është e preferuara ime, e vërtet, vanila nga Princi, më bëf të miro. Se më nëndi dikush dhe kjo po bon kishë po pen kafe, s'ka kafe këtë jolla, të shia anës prej kafës, ka njerë deri në deset, po pak djetë se kemi bo pak barka, hajde dhe pak shikus, o zotë sa e mire para për mu sot. Knaqësi që po takon dhe një të djelë, knaqësi që jeni me shien e anës, s'ka ma mirë, kur çdo të djelë, unë nga shtëpia ime, marë komente, mesaje, ka njerë ka edhe kritika, unë ju falenderoj edhe për kritikat, sepse përmes kritikave në përmirësohemi, se ato kritika që vinë veç palidhje kështu ad hoc, as që I marë parasysh, edhe ti që pse po e pin kafenë si unë në këto momente, të bëf të mira, e përshëndet diasporën, ka do që po na ndjek. Diaspor jemi live përveç Klan Kosovës, jemi live të momente dhe kanalin tonë zyrtar Shija e Anës në YouTube. Bashkë kisha pas dëshirë me e ditë se nga cili qytet I botës po na ndisni, na shkruani në YouTube edhe unë ja u bëj like. Ndoshta edhe ju kthej. Për kënaqësi edhe njerë faleminderit nga zemra që jemi çdo të diel bashkë. Sot epizodi I 10. Wow, 10 kemi edhe 12 deri në fund të sezonës. Ka njerë po thonë shpejt po shkojnë, kur po lodhemi ma shumë po thojnë a ka dole, po shkojnë, po mirë po shkojnë. Shpejt, faleminderit Ciao Berto, Franke, Riso Scotti, Garofalo, Prince Cafe, ja po pi, hajde dhe njero. Se kom do keksa. Mielli Finesa, mielli më I mirë vendor, uji Alkaline, uji më I mirë në treg me pH prej 9. Flow Flower Shop që I e pjetë pranverë të Shija Anës është gjatë gjithë vitit sepse nuk mungojnë lulet më të bukura nga Flow. Pra, në qoftë se dëshiron ta gëzosh dikë, shkruaj në Instagram të Flow Flower Shop dhe ju bjen lulet e dera në shpejtësi të dritës që thonë. Të du me falendru andërat e rjesë, sot shkova tash drenic, po e du një gërshet, një bistek vish me 2 fije, shpejt tash, edhe tash ua diçka po na u përshtat ka edhe me stilin e veshjes sot, edhe për grimin. Du me falenderu Adelin Selmani, falenderit Adelin si gjithë një grim I lehtë, I lezetshëm tamam për një të djelë. Dhe, po e lek kafën për një sekond, prapë se kom telefonin, a përshe? Futën në platformën JP.com, po përveç JP.com, futën edhe jmall.com. Ju ka prish mikseri, keni nevoj për ndonjë frites, tenxhere, teknik, frigorifer, keni çmimet voljesme te jmall.com. Futën Jmall dhe brenda ditës
porosia ju vjen të dera e shtëpis pa u lot fare, se ndonjëherë jemi të zënë dhe s'kemi mundësi me shku të X dyqani, kështu të dyqanin dhe gjitha i keni në jmall.com dhe në j.com. Qofse po afron vera, sa ma herët që bëjmë aranjmane, qaq ma liri gjejmë edhe biletat edhe hotelet. Kështu që, qka po pret, hyrë në j.com e keni folderin aty të udhëtimet edhe aranjmanet edhe merini. Por, kë kam sot tëftuar, se po thoni, o janë, hajtë krye, kone ki tëftum. E keni pa promo se kë kam tëftuar, por do të potencoj që këtë tëftuar e një me vite tona, edhe erdhi dita që ta kemi të këshia e anës. Muzikant, multimuzikant po e quaj sepse luan në disa instrumente muzikore, plus sot ai këndon duke filluar nga zbavitja e deri te popullorja. Knasi me qenë emisionin fantastik që Kiana. Wow, ta o zemrën, po të përqafoj, moti si jemi po. Falenderit shumë. Pato një sufi shikues, nga qëteti bukur i Gilanit a i Gjilanit? Gjali pi Gjilani, a pi Gilanit? Okej, gjali pi Gilanit, koka, gjëme gë. Për ndryshe, saksofonin, edhe normal edhe klarinetin është dash me marë. A brem, pëlqen a i klarinet, edhe se ka marë, po? Kom pa qef diska. Po smut e kesh, Jo, zakonisht po e marrë sidomos në bambuku këndoj, po në disa raste gjatë këndimit merë instrumentin e 2-3 herë më ka rana dhe tokë, kështu që diçka ka nevojë për një servis. Kështu që të kërkoj falje kësaj herëve, ku marrë vetëm saksofon. Zonën a e ki, se kime na këndu, shiku s'ka me na këndu. Gjithmonë. Zonën e ki, hajde diçka shpejt se kom hinë kushin, kom e të gatuam, të ardhë unë, kom thonë me... Po, unë të ka ardhë. Unë të edhe thash jam shumë merakli dhe nuk zgjedhi kur. Po, thash, gurmani mas. Shka do që përgatit, tako me tortilla me misht blum, kena mushkri, super krokante. Ka me qenë e mirë pritur. Me cilën po shkojmë fatan, se po na shkojnë shikues? Po shkojmë me një serenat kërçare. Korça e bukur. Ja vlen, edhe është mëngjes, kështu që shkojmë me një serenat. Hajde, po të Mora gitarën shokën dhe nisa këngën time, ta pim dhe nga një gotë me shoqe e shoqërinë, se vitet ikin tutje dhe ikin një nga një, se vajzat bëhen zonja, rinia moj nuk vjen më, se vitet ikin tutje dhe ikin një nga një, se vajzat bëhen zonja, rinia moj nuk vjen më. Zvja vëlla që do të me shfryzu shikus çdo sekundë në thamë edhe thëmë edhe shoqënisit në dhe familja kur bëmi nervoz, mira atë nervozën shkurt me buzëqesh, sepse jeta është shumë e shkurt shikus. Me menagju pak ma ndryshe. Po anë shaku nis mu thi, so keq punina. Ne jemi kohë në atë mirë, kështu që s'do me kajtë. Atëherë, është koha me të gatu, me ta bo një super recet, shikues, tortilla me mish të blum, super krokante, ki mu shkrip me ka qka val. S'po dyshoj, po une për ndryshe kom pas një farë dhe s'pa thëmë stres, po e ndjeva si obligim, thash mos ku me përgati diçka. O, tha me grujëm të folë. Jo, kom disa receta që i kom su ko gja mirë. Edhe, po kërë më thash që s'ka nevoj, u letova. Oke, kemi me shku me një reklam, shikus edhe kemi më këthim kuzhin. Me marketing, hajde diçka me saksofon shpejt, diçka gjallë shpejt, edhe thuj marketing dhe jemi shumë shpejt. Okej. Hajde, u përshkojnë kuzhin.
ta marrë që të mesit, shojmë që kemi bodri, se kemi nisë me hangër dhe uftof, jo? Po më boft mirë, e më lumë shindurt edhe ty, të lumë goja, o zët. Do më thonë alo pa i provu, me di që kam e qenë fantastike. Sa s'ja kemi nisë, provaj sa që të shikos. Se ca kolli e ka provu. Zona, menyn e marrë, kështu që javës tjetër shpresoj me i përgadit. Që është kjo? Fantastike. Topej, të më shindurët. Apo ullemi? Pa tjetër. Hajde. Shiku e suri këtyre, a je unë të shumë? Po pak po. Okej, këtash këtu kemi jalapenos, përdejnë këto jalapenos, spesin e djekës meksikan. Këto përdo me provu. Okej, këtu kemi patligjan zi si kom provu hala, hajde bujrum nga ponti, i kemi të fërguar anë skat, pasaj në formë turqie, nuk di. Dërsa, këtu kemi nga tibuli shikues, ja do t'i qesim në pjatë për të dytë, salcë me tomate, Top. A da provoj? Po, ljeresht. Hajde, hala si kom provu. Nga fantazi. Kare me? Pa shta zotë. Hajde, që veç një. Pa t'i të gjonë zi si turshis pas t'a provu kur. Fenomenal. Okej, këtu kemi salcë nga tomatja e thatë dhe pistaci, ja shikues, do të vendosim nga pak për të dytë. A mundet me qenë djekës? Pa tjetër, kemi me ngjy takon këtu, ja edhe për mu pak, si jo mune fort e djekës, po haj. Okej, mune është mi anis, se da ashtu of. Me knasësi. Kjo është për ty i nderuar, që mune është me i hap, me i mbush këtu me cilën e lash vetën ma mësë me hongër për shkak përgaditës që ke pas me bo dhe tash ta shjaj ta vonë që shduhet. Tash hajde undë. Me qa për do me mush? Njerë po shkoj me patlıcan të thatë. Okej. Dhe pistako. Okej. Ama ato da qita me ngjy kështu, po hajtë, qështë Jo, të qefti, unë e ba mirë po kon qef kështu. Po kry. Unë e po marrë patligjon në zi, ola. Unë po kon qef kështu. Hajde. Edhe pak. Patligjone. Hajde që të një jalapinot. Hajde. Të bëf të mira. Bof të mira dhe mushë. Gjithashtu edhe t'lumë shëndurët. Wow. Unë kove të fundit, më me thonë që gjithë shka shumicën e rastë në përrjetit sociale, edhe dyqysh ma jep një vibe shumë të mirë, edhe po këshyri gjatë gjithë kohës. Sidomos normalin, shune mas kuzhinës italiani jam shumë i dhonë. O, edhe one. Edhe, ta një rekodisht e ke pa që dalin, gjdo herë... Sa qatë të dalin ma shumë. Edhe... E vërtet. Shumë po bëjmë për shtypje. Nuk është që si më kone dhonë shumë për me përgadit, po prej pandemis, nga himë qef këgja shumë kuzhina. Në kohën kërë këmë qenë student, normalisht gjithmonë do është me përgadit bashkë, me cimerat, po kërësisht kemi hongër shumicën e rastët, kemi hongër jashtë, mbas edhe në atë kohë kam punu edhe në kafeteri, dikur tani e kumë... Që ka pas bëjam nëse ma një të mëne shumë e kujtu? Në kohën kërë kenajt edhe ti, ka qenë ish Koko. Koko, këtë artistat ka nejtë aty shikues, unë kom qenë e re sa kësha hin televizion. Këtë artistat ishtë takoj isha aty. Në qatë kohë ke fillu ti në... Kemi me full shumë, apo hajmë? Po, veç thash... A me kalzu me gastronomi? Me kalzu me gastronomi. Se s'pom... Sa mirë unë të korë, sa po më pëlqenë. Gjepën e mirë.
Edhe pikante, djekës shikues prej jalapenos, me kjo salsa qenë ka amazing, wow. A për shësat të langshme, që shpo rjedhë. Unë i thash, ju drejtova dhe që grus për me bu në të armën, po une ismet ka me bu dhe vetë. Ka me sfidu vetën me bu dhe vetë. Kjo ma bo tek? Po, gjithësysh. E pretim shiku, se kejtë po thojnë që shto, asë një tekst me marë. Unë po të thamë që, s'po thamë bashkë, mas emisionit, po një avë maks, ka me realizu. U kry. Si ti ndoshta jo, veç ka me ma mirë se une, besëm. A ki pi ujë alkalajnë? Se ujë po shkojnë djekë si ta që kemi. Qëtë. Edhe jam konsumus shumë. Hajde, buftë mirë, o zëtë, s'ka ma mirë se ujë. Faleminderit shumë. Knatësi shumë e qenë edhe njerë thash në këtë super emision. Shumë faleminderit për mu zemra, malë një gëzuk të tjo, sinqerisht. Se edhe di dhe në shpi me qenë si shikus, thash t'jep një farë energjie të mirë edhe përgatitja kuzhina, në sfond një muzike mirë, kështu gjatë montajës, kështu që... Që gjatë montajës, hajtë për ty po, se kështë të thonë, hajde bona muzikë të shparë montajë. Hajde, bëfës mirë, se të po ma bërë me sy edhe një. Jo, këto pilona. Jo, po të po, hajmë, pas kamerave. After, je. O, zëca e mira. Shumë. Për ty po mirë, pi uj. Unë e di që në është ma bërë me sy, cila ma bërë me sy mu. Në morën lakmi, po. Ama ata kanë me gatuar, ditë Besoj që kanë me gatu. Kanë me gatu e tjeshtë diçka shumë e komplikume. Misht, blum, kaçka, vallë, 5, 4, 6 euro maksimum. Nuk është kosto e madhe. Aj, po da. Do na bësh muzikë, derisa unë ta mbushi këtë, hajde caki. Ja, pra shikuaj se hapim. Po marrim pak patligjan të zi, ja kështu. Hajde edhe një copë. Ja. Marim pak halotinos. Trak. Qështu. Edhe po e mbyllim. Hajde qështu. Trak. Edhe tash po e gjy. Anë, për derisa ti e të e ngangër, unë e du me bo një valle të Karadakut, me qenë se unë thash vi nga ajo trevë, edhe është Valja e Gilanit. Valja e Gilanit? Po. Valja e Gilanit, para se me njësë Valja e Gilanit, për të një sekundë. Okej. Shumë bremjë. Jo, Me lumë që ndur. unë pelo dhe njerë për në fund. Marketing? Shumë e shishë. Gjatë marketingu. Oke. Shikuesit më na shohin, tani, është momenti që shikuesit ta mësojnë këtë recetë. Hala se kam pa recetën. Okej. Me fjallë të tuja për mesaj kamere, ata gatuhen ajo dit e djel e pastaj fillon me vallën e Karadakut. Mos të hezitojnë, unë po thamë, e jashtë zakonshme. Kështu që edhe nuk qenë ka me kosto për me ble gjonat, ku me ditë sa shumë. Kështu që edhe letë për me gatu, për shije mos flasë. Do shta së të mbojmë si kur ana, po shpresoj që O ma mirë ti me bo. mu ju afru. Valja e Karadakut. Kështu që du mi përshëndet Për shikusit diasporën, krejt ata që më na shohin. Edhe e di që e dojnë edhe valzonja zakonisht mirë ajo trevë. Hajde.
Shikoj, s'është momenti për gatuar super recetën, ditë e diel, çka me gatu, shpejt, si gjithnjë të shijë anës, receta të shpejta të shishme, që i hani gishtat, i kemi afër pra petat e tortijave, do të bëjmë tako me misht të bluar. Më herët, kom bo tako me misht bluar, me peta taco shells, që janë si chipsa, sot i kom tamam petat e tortijës, të cilat me gjallë, do t'i skuqi me nde, dhe do t'marin super shije. Por çka kemi afër, forterja tjetër po na nxehet, so të vendosim gjallë, ku do t'a fërgojmë mishin. Afër me e kam 300 gram misht të bluar, kemi kaçkavall, çfarë do lloj kaçkavalli, këtu kom të lloj trapista, kom marrë sepse bëhet masakëz, mandej kur shtypet edhe super e shishme. Kam ngrier një qep, kemi erza të takove, i keni në për cilin do market i bleni të gatshme, nëse nuk doni t'i bleni në markete, dëshironi t'i kombinoni erzat, merreni një pijat dhe afër vendosni majdanos të terur, biber të zi, hudër, biber të kuq, oregano, përzini. Por unë i kam të gatshme në market, kemi gjalpën, kemi jalapenos, të djeksta. Shkojnë takot me jalapenos, për çka kemi afër? Afër kemi 2 kavanoz, kam kavanozin nga ponti që i kemi patligjanat e zi, patligjanin e zi, pra i kemi të fërguar në skar, e pastaj brenda i kemi pra i kemi pontin me patligjan zi dhe i kemi në formë të turshis, pra, si turshim brenda. Dhe kemi një kavanos tjetër nga Tigulio, pomodori seqi edhe me pistaci. Pra i kemi tomatet të cilat janë tho, dhe i kemi pistacion. A po e hapit i marri mirë? Sa çfarë aroma. Ku në fund takot do t'i ngjymë në të. Atëherë, forterja na është nxe, do të shkoj me një copë gjalp. Kemi ngel sot pamoninin, kështu që do të shkojmë vetëm me gjalpën sot, do të presim sa të na shkrihet, dhe pastaj ta fërgojmë qepën në fortere. Pra, gjalpa na është shkri, do na vendosim tani një qep, të cilën e kemi ngri më herët, një qep. Dhe te qepa do të vendosim krep, si gjithnjë të shijanës, krep të detit. Dhe ta përzijemi mirë, dhe fërgojmë, derisa të shohim që na është zbut qepa, pastaj ta vendosim mishin. Qepën tashmë i kemi gati dhe me njerë do të vendosim 300 gram mish, bleni kejnë varet sa antar të familjes jeni, për neve është tamam. Dhe do të shkojmë duke e shtypur kështu në këtë formë, që na bëhen krejt imt, mishi kokra, mos na ngelin topta. Pra po shihet shumë mirë, se sa imt ka fillu me u bo. Shikues, mishi veç na është bë kafe, ta shohim së bashku prej afër. Pra në këtë formë, si për mantija, bre? Si për mantija. E imtësoni, tamam, kështu, o zotë sa e mirë. Dhe, tani është momenti që tek mishi vendosim erzat e takove, pra si shduket. A çfarë arome po vjen këtu, nuk, si me qenë Meksik. Se keni iden, ta provojmë? Për atë arsye, vendosa vetëm pak krip të qepa në fillim, sepse vetë këto erzat e takove kanë vetë krip. Që ta kemi mishin ende më të lëngshëm, do të vendosim vetëm pak ujë, vetëm pak ujë në këtë formë.
Ja, pra, uje në ndihmon që të krijojmë një lloj salce nga erëzat edhe langu i qepës, që pastaj kur t'i hajmë takot, t'i kemi super të lëngshme. Mishin e kemi gati, o zë çfarë arome po vjen, edhe kemi të lëngshëm, edhe krokant, mix, ja, inhalim. Me njerë po i ndrojnë fërteret, kemi marrë fërteren e palaqinkave, sepse e kemi tamam për tortijat tona. Por, te se cila pet do të vendosim nga një copë të vogël gjalpi, ja kështu. Sepse gjalpa do të na ndihmoj edhe për shije, por edhe do të ndihmoj që petat tona t'i kemi krokante. Ja kështu. Ja, do t'a ullim temperaturën, sepse na vjen një temperaturë mesatare, që mos na digjen petat. E pastaj do t'i bëjmë krokante petat në këtë fërtere dhe në këtë fërtere do t'i mbushim ato me kaçkavall, me mish. Kemi jalapenos, jalapenos, që që thojnë Meksikanta, speci famshëm Meksikani djeks, dhe kemi edhe patligjanin e pjekur në zgar, pastaj turshi, të t'jep super shije. Ja, pra, gjalpa u shkri, me njerë do të marrim petën, ja kështu në këtë formë, dhe tani do të presim derisa të fillojnë që këto të na skuqen, ndërsa unë po i marr dorsa. Dhe ja, pra, peta na është skuq mirë, opa, tani edhe në anën tjetër. Okej, petën pra e kemi kthy. Tani, duke u pjek ana tjetër, ja, do ta mbushim kështu, ja, me kaçkavall. Ja. Shumë e thjesht vredhet, shumë e mirë, kam ju pëlqyer shumë. Tani do të marrim mish. Hajde. Ja, do të shkojmë ta mbushim ja kështu me mish. Ja. Do të vendosim ca jalapenos, ja kështu. Ata manë djeks. Dhe do t'i hapim. Wow. O, far arome, a? Ja, pra i kemi edhe patligjanat e zi. Ja, nga ponti, të vendosim. Ja, nga 3 copë mjafton. Dhe, do ta marrim mirë, ja kështu. Me dorë, do ta shtypim petën. Ja, kështu. Tani, do të shkojmë me të dytën, duke i përsërit, ja kështu. Ja, kështu. Këto që i kemi bo këto, po thëmë ta prejmë, t'ja jep cakollit edhe shekit. Ja, pra, hajde kamera. Kamera t'lutem. Ja, pra, kamera i kemi super të lëngshme dhe krokante. Ja, pra, kjo shkon për cakin. Qe caki? Hajde provojem. Edhe për shekin. Sheki? Provaj sheki. Hajde cake, a kemi bo diçka? Jej! E fundit shikues, ja, ta vendosim edhe këto, ja, ta marrë me dorë, që mos na prishet, ja. Sepse, opa, djega. Hajde. Ja, pra, o zët. Kemi kamera nga afër? Takot janë gati, kur t'i bëni, ju lumshin durt, e ju bofshin mirë. E fundit nuk na unë gjithë shumë, sepse kishim kaçkavall ma pak,
por hajta rotulloj që shto, hajta marrë qëto të mesit, shojmë që kemi bodil, se kemi nisë me hangër dhe uftopjo. Me kongën legendare, me thonë. Po, ta gjitha brejt, të përshëndesim, a? Kryeqytetit tonë, Prishtina. A meritoj? E kemi meritu që ata kërë gjithor? Hajde këzua. Shumë falimderit edhe punina për me jashtëzakonisht shumë mirë edhe unë edhe kështu kërë për cili, thash, ju mbo dhe i dhonën shumë as recetave të kuzhinës, po shumë një vibe të mirë. Për me fillu një ditë shumë mirë. Jo s'pi marë mësysh, jo mërë. Nuk jam i mësyshtit. Po e flasë për zamrës. Okej. Me qenë se, edhe për mu është knatësi që të kom të shianës faton, e tash krejt në fillim në entra që njemi shumë mote, po ja erdi dita që sot të kem të këshia me të gatu. So në kom thonë, e po ta thonë edhe ty kështu publikisht, që po nashe populli gjithandej, atë personazh që unë eftoj të shia e anës, unë me loqën e shpirtit zamrës i gatuj. Unë si gatuj gjithë këjna. Jo normal është të dojsh këtë Kështu që dje që të respektoj, edhe kom pas shumë dëshirë që të kom këtë sot, edhe me zamrë, dhe pse e kom lëndu që të një një fitness me nëzi porri, me nëzi resha shiku së Qofte kalume. Falinderit, po ja arrita qëllimit. Të na thojnë, ju të na po të shqiptarët për dorët, që ku të hatë buka, dikonja, të më vlerësu shumë, të më ndje, ta manë, unë për ato punina një me kjoti këgja i qmuar. Shumë falimderit. Edhe, kështu që e vlerësoj shumë edhe ftesën, edhe për në me, shumë falimderit, edhe që instrumentin, se zakonisht, më kanë thonë, kur kom fillu me këndu, dhe me kanë mendu që unë saksofonin dhe klarinetin nuk do të luaj më me to. Ja, ta mon puna. Kështu që së ndodhë dhe s'ka me ndodhë kur, kështu që këta janë shokët më të mirë për momentin. Bravo. Për ndryshe shikus para disa mujve, e kam kreshën, e kam shok të shokat dhe kjo shok kresha tekin, DJ numër 1 për momentin, vendën, rajon, pa modesti po e them jo pse e kam shok. Një mbramje ka qenë me Fatonin, që kërë kom pa Fatonin, herë me klarinet, muzika elektronike, herë me saksofon. Eksperiencë e bukur ishte, mu më ke pëlqy shumë. Për mu ka qenë i rapar me kreshën, dhe me edhe mirë që edhe njoftova, në base në këtë stil të muzikës unë kom fillu, më me thonë, 15 vjetë ma herët, me shokon dhe mikun tem shumë të shmumë, Gent Rizaj. Secret 47. Po, përshëndesim më eksperienca jashtë zakonshme me to ka fillu me muzikë elektronike, gjo që edhe unë e kom dashtë dhe du shumë, edhe e dëgjoj jashtë zakonisht shumë. Krejtë e dojmë. Edhe para shumë viteve dhe kum njeh knajat e muzikës elektronike. Kështu që ka qenë për mu kogja e mirëpritur kur më ka thirrë në bashkëpunim. Bile herën e parë kemi bo në Depo Club, ka qenë dhe di shumë njerëz nuk kanë mujtë me besu që është live. Ata që kanë qenë ma largë se stage. Dhe kërë në frut, edhe asë kemi pas nevojë asë me, se zakonisht kjo është improvizim, nuk mund të ushtrohet. Dhe kanë mirëpritja zakonisht mirë, kështu që ka vazhdu tani bashkëpunimi, normalisht jo non-stop basu në sezonin verore kam të ngarkume dhe me najat mija, po pa mundër është mërenda vitit pa pas me Gentin kogja disa performansa bashk, po dhe me qenë se e fillove me kreshën, atë natë, unë e mi hytë direkt, s'kemi pas në muj vetëm jemi përshëndet, unë e kom lidhë mikse dhe ka fillu naja. As kemi pas nevoj me këshyrë shfar seti, lëshon muzikë. Ad hoc, spontan? Aty spontan, gjithë shka ka qenë, no. Wow, bravo, nuk ka përqy shumë. E pyt kreshën. Unë e po të besoj, s'kem nevoj me pyt. Edhe takimi parë kështu. Sa interesant. Edhe ke shumë mirë,
edhe vlerësoj shumë për punën edhe muzikën që po e lëshon. Po, do të me thirë edhe Krisha një të emisat, sepse Krisha 10 vite më parë, kur kemi qenë me hyrë në mot të në studime, a e lëqe ke muzikë, e la, pauzoj u ka pauzu, po. Kemi me folë për ty, sepse s'kemi shumë minuta. 20% zbritje nga Ciao Alberto dhe 25% ke voucher për teknikën franke, e merë zonën kur keni vakt. Shumë falimderit, shumë falimderit. Vini këtu qka do që ju pëlqen, shumë falimderit për zgjedh një Ciao Alberto. Po, na kem nevojë, dash, normalisht. Jo kem nevojë, po zakonisht çdo vjet pa ndryshu diçka në Banex është e pamundur. S'ka, sidomos kur ki famën në shpe. Kështu që me shumë kënaqësi dhe falimderit. S'ka përse, këtu kemi një orë të zallit. Kur është shef Atoni orën e zallit? Çfarë ndjesie ti jep Atoni? Ja. Me ke orën e zallit për ballë teje? Mirë, nuk shoh diçka, nuk shoh diçka. Përket jo, përket se kom prupu. Ata në ndjenjë, që po të thotë ura zallit? Këgja djenë të mirë. Shmë thonë, e kristalt, në gjyre mirë. O, hipnotizu shikus. Naljo Fatoni, miro, e miro. Miro. Ti bëj me kurreshti, se im të këshurë që ashtë të këshurë. Shto masi as të goti kom pytet të publikut, para se me të lezu. Mirë shumë. Po, pa tjetër. Hajde me saksofon, jo me qëfar saksofoni, shiku të gjuna, se ka klarinetën o zot. Unë të dashuroj ty me klarinet. Me saksofon po me klarinet. Nuk më pas sapsir me dërgu për seriosisht. Hajde një këngë, ty që të pëlqen mas shumëte, edhe mas shpesh në gjitha ta kërkojnë publiku, sepse tha ma herët që jenë bambu pjesë, shtu shpesh atë. Po, une kom shumë këngë që i du dhe vetë, edhe sidomos të muzikës populore, të këngëtarëve tonë, ma të vjetër që janë edhe që i vlerësoj shumë, dhe i këndoj një ndoshta non-stop, për shumë të Ramadan Krasniqi Danit, cilin edhe kom bashkëpunu shumë vite me ta dhe kom shumë i këtë mirë. Edhe përshëndese, juroj shumë shëndet. Hajde përshëndese me një këngë të ti, pra, a? Po, me shumë knatësi. Hajde. Ti që fike shpirtin tim, i ke më lampi klim, krejt shka pata ty t'i dhash, rinin ti me ndor t'alash, si një reze një agim, ti gjithmon më s'jel gëzim, ti më ishe më e mira, kur për ty s'mu fik dëshira. Nuk me qoj ma gjatë, është super kongë, është super hiti ti, i përjetë shumë i me thonë. Ne, a e gati? Po, hajde shkojmë. Shkoj. Si nisët të meresh me muzikë dhe pse? Kam qenë në shkollën fillore, klasa 6, dhe instrumenti i parë që më vjen shpesh, instrumenti i klarinetës, se kom thonë në disa intervista, po nuk hezitoj dhe çdo herë kam e thonë dhe kam e përmend. Dhe atë dhurat jetësore më ka pru vllai jam i 4, se ne jemi 6 vllazë dhe një motër. Uj, sot e te? Unë jam i fundit. Mashallah. Unë mësuari. Dhe ai ka qenë student në atë kohë, Prishtinë, dhe ndoshta jemi rritë në frymën e muzikës si familje, po ka hasë diçka tek unë dhe unë nuk e kum prit. Dhe vjen dhurata ma çmuar, që sot asaj ditë unë jam muzikant, që shumë falenderues dhe mirënjohës ndaj vllaut tem general Dr. Sefer Isufit. Zotri Sefer Isufit, të përshëndesim. Hajde me një këngë përshëndetje. Love you, bro. Hajde. A? Hajde, cila këngë i pëlqen ati që ajtë? Ajo është marrë me muzikë, kur ka qenë në shkollën fillu. Çka të kërkon ai ty? Çka të kërkon ai ty kur mbledhen e familjarë? Ka shumë të edhe stilit muzikës normalisht. Edhe këngë me motive patriotike. Hajde, përshëndete me një këngë dhe? Po, në me kënu me refrenin Hajde. Këngës që i kushtohet herojt kombit Idris Seferi, cilin unë jam edhe pjesë e familjes ti, jam stërnek e Idris Seferit. Që që me atë këngë besoj që jam në. Hej, Kaçaniko, shkambe e gur, vritesh e pritesh për flamur, për flamurin e s'kene derit, luftojnë djemt e Idris Seferit. Na emocionove. Okej, cilat janë arritjet tua me të cilat ti krenosh në jetë? Normalisht, e para është
jam krenar dhe vi për një familjes shumë shëndosh dhe për kraja s'ka mungu asë njerë për një familjes. Normalisht të ikzo me suksese që me mund dhe sakrificë e këmë bo deri tani ku jam tash. Falë normalisht edhe për krajes, edhe të miqve, disa dhe kolegëve, por angazhimi jam ka qenë dhe është ende maksimal për punën që e bëj. Se o emocionova? Emocionova se kështë të dale të kjo fundit, mund me kone edhe para, po edhe të fundit, base këtë punë, kjo profesion nuk është i letë as pak, se mendojnë që arti dhe me umorë me artë ose me muzikë, me këndim është letë, nuk është as pak e letë. Ne jemi shumë emocional, edhe është përgjithësi shumë e madhe me qenë, me dalë në skenë para njerëzve, sidomos me i knash me muzikë ose me këndim ose me instrument, dhe pak më pengon fakti që na shohin vetëm si pare. Shumë njerëz. Edhe normalisht kjo është profesioni unë. Kemi studiu për këtë punë, kështu që prap them puna falë dhe angazhimi dhe jam shumë krenar që kam një familje shumë shëndosh, një bashkëshorte dhe 3 fëmijë që mi ka falë Zoti në shumë 8 pilot. Dhe ajo është për mu dhe jam shumë i përmbushën dhe mandej vullneti nuk mungon as pak për punën dhe ato që bëj deri tash. Për dyshësh, ka dikush për shikuesve që nuk vët njerëz ka taku asnjëherë, njeri shumë pozitiv. Me vitet tona që të njoh, je çaj njeri me energji pozitive, me buzëqeshje, edhe në rrugë kur takohemi, që ja, kjo buzëqeshje shikues, pra nuk i mungon fatonit, nuk i mungon. Është e lindur, nuk është fake kur gjo, se jam, ja. Mundohem me qenë shumë i thjesht për toke, qysh jemi ardhë në këtë jetë, edhe për mu respekti edhe dashnia nuk ka me mungu kur ndaj njerëzve, edhe kështu që Zotit, familjarë dhe miq dhe shoqëri kam gjithandej, muj me thonë gjithandej globit. Kështu që mundu dhe kudo që kom shku me lo një vend, një derë hapër, kështu që deri tash është mirë, tash falë Zotit, jemi përmbushën. Bravo. Me këtë do të bashkëpunoje? Me shumë do të bashkëpunoje, do të thonë nuk kam kufizime sa i përket punës tonë dhe profesionit që kemi. Zakonisht stili dhe timbri jam i zonit është pak ma karakteristik. Po e ka të shtërt që ku të shtjerë, të shkeve të... Shqipëri thojnë i njërën. është pak ma... Se dikush zakonisht ku shkaj e thojnë, tu pas ka shtjerë zoni, unë është e kom natural. Po, ama e kitë bukur është i rrë. Dhe është e vlerësojnë shumë. Kështu që pak disa bashkëpunime ma nuk mund bashkë me realizu, base dalojnë shumë. Ty të kisha për reklama me lezu? Kom më lezu. A ke lezu? Po, kom lezu voice. Zonin ekip për radio? Kom lezu një voice të një pije energjike para disa vite. Edhe kogja është shpërndoja në qatë periud. Kënga jo të preferuar, pyetja fundit? Shumë bre ka që du. Një dhe knona, hesë mësë nga thuj me fjallë. Direkt, ja këndoje, ja me saksofon. Ti zgjedh. Hesh, Lena Befasi. Jo, une... Për ato s'po du me gjetat... Ose bërë kombinim, saksofon këndim. Hajde. Po du me bo edhe për krejt shikust, se harrova me cek, bas shumë bashkëpunive që i kam të formacione ndryshme që i kam pas. Tani që jam edhe me grupin tem, që jemi prej 7 antarëve të bendit. Quhet grup? Atalanta Band. Atalanta. Edhe i përshëndes shumë, edhe jam edhe bashkëpunëtorin, dhe e kam edhe këngëtarin tjetër, që është Florian Thaçi. Jemi 2 këngëtarë që performojmë dhe bendi. Por, orkestrën Dykoriku e kemi arru. Me cilët... Jo, nuk në arru, me cilët kemi pas 3 projekte. Dhe kanë qenë projekte të jashtëzakonshme, dhe kështu që unë du mi përshëndet 3 fatosat. Me cilën këngë 3 fatosat? Me 3 fatosat, këngën tribut që kemi bërë të Riza Bllacës,
shkon e vjen një kongë legjendare. Kështu që në atë kongë du mi përshëndet kritë shqiptarë. Që totali ku e kemi këtë drejtë. Shqiptarët ku të shëndodhen, deri në Australi. Deri në Kanadë, Australi. Amerikë, sidomos në Kanadë, mbase sarë shkoj në presin një zakonisht shumë mirë. Janë komunitet fantastik. Mos harroni në këtë rast subscribe shi anës në YouTube. Po, patjetër, Faleminderit. patjetër. Saksofonin për lotë qetë. Pas saksofon, hajde. Pas saksofon. Hajde. Fortu shkriva e sun pasho moj bukuri, fortu shkriva e sun pasho moj bukuri, në dritare dale ulem kaj si fmi, në dritare dale ulem kaj si fmi, kaj djali mirë, plot me zemër e dëshirë, une jam dashnorja jote ditën e mirë, kaj djali mirë, plot me zemër e dëshirë, une jam dashnorja jote ditën e mirë. Është natën e mirë, po na bebojmë ditën e mirë, bas edhe me orkestrën Dy Koriku, shumicën e kohës kemi këngë parodi. Hajde, edhe shumë shpejt këmë ta bu ditën e mirë, edhe shikusve kena mi abo. Sepse minutat I kemi tëk, a veden? Të kufizume, normalisht. Vite, disa vite, pjesë e Filharmonisë. Sa vite ishe pjesë e Filharmonisë Kosovës? Nga viti 2005, deri në vitin 2011, I rregullt, mbas edhe 2 vjetë kam qenë si bashkëpunëtor I jashtëm, ndonjëherë një koncert, po ka qenë eksperiencë jashtëzakonisht e bukur, që s'do ta harroj kurrë, por I kom thonë vetes që ndoshta me një moment kom qef më rikëthy. Rikëtheu, janë shumë aktiva, së fundi. Une nuk im largum base nuk kam mujt me qenë I rregullt. Dhe mu më pengoj ke fakti që nuk isha me shku I rregullt, base isha angazhum, kisha një mini biznes të vogël, një kafeteri. Po pra, kokën e vërmeni. Isha me mbramje të ndryshme, base mrake edhe me shku në diaspor, me javës e me muaj të tanë, edhe kështu që më desh me lonë diçka. Çka të kam mësu Filharmonia, sepse është si ushtria, ka rregulla, është krejt botë tjetër. Është botë tjetër dhe është ka rregull, ka disiplinë, po edhe ka shumë knatësi. Ka knatësi. Me atë kolektiv të mrekullueshëm, nesër tash ka ndryshu dhe paka shumë edhe si edhe mysafir kur vinë, jo kategori tjetër që dëgjojnë këtë muzikë. Unë e vlerësoj shumë dhe prap herë do kur thëmë kom qep me qenë pjesë prap. Kësmet, kalzon, a shkon dosma. Sa jak po. A e ishtë trajt bre? Unë tregova dhe për grupin që kom tani 3 vjetë, që jemi një grupi, me thonë që kemi qetë një gjuhë shumë të përbashkët. Okej, bashkoni dosma. Beson po, jemi tash 7 anëtar, jemi 2 këngëtar, bendi plus edhe DJ-in që kemi bashkë. Që shikus në Instagram, Fatoni Sufe, bukiratën e... Ju bon ullje. Dhe Atalanta Band. Okej, nëse përna shohin, edhe nëse gjatë mas emisionit shkrujnë në mërë qijës të anës, a ju bon ullje? Po. Ha, ka ullje. Shfrydzojnë I kodin që 10%. Nuk kemi asë që I kemi strikt. Okej. I kemi kompromise, bojmë nëse na bjen për shembull me qenë pjesën I familjes, ka ndodhur me qenë deri 5 herë. Për shembull kam marrë një djalë, dikush tjetër, djalin e Axhës. Zinxhir ka shkuar, mbas ata kanë pa atmosferën që ka ndodhur në atë dasmë dhe kanë vendosur me një herë për shembull për një aheng familjar që ne kanë pas. Cila është kënga që nuk e hek, që e kanë dhënë çdo dasëm? Ta dëgjojmë? Po janë këngë që s'u ikin, po në du me këndu pjesën më të bukur që është pjesa e tortës. Është këngë tamam se me këto ritmikët nuk I kemi kushtet tash për momentin, kështu që ajo ja vlen. Hajde kështë për prej tortën. Martesa jone është e bukur kur urzimi dashuris, o zemër, këndo pa pushue kënd ma të bukrat lumtunis. Martesa jone është e bukur kur urzimi dashuris, o zemër, këndo pa pushue kënd ma të bukrat lumtunis.
krishë su krye dhe intervista, pije kafën. A, po, kësme që atë e vës tani, në Elita 5, usa shumë më këngëtar mu kam mu. Veç po brezë. Këtë pa pare i ki. Këtë pa pare. Ja, diska ju paguj. Keq, prej me e këtë garantume. Po, anë, ama me klarinetin. Jo, veç me bo fjallë. Po, edhe me instrument. Në disa vena, normalisht, ne kemi klarinetistin i grupit, edhe kemi një ndër klarinetistat më të mirë shqiptari. Jo pse kemi nas i grup, se unë edhe kolegu jam Florioni, të dytë jemi klarinetista dhe saksafonista, po tash viteve të fundit jemi këthy në këndim. Bravo. Po klarinetisti cili e kemi është jashtëzakonshëm. Kështu që na e marrim ko pas kohë dhe gjatë dasma, të dytë kanë herë bëjmë show. Bravo. Është interesant edhe për njerëz që janë në atë aheng. Kështu që teti unë e marrë special. Kovakt. Kur t'i vjerë andi. Kur t'i vjerë andi. Ka që ishte intervista, une u knoqa me ty shumë. Edhe unë e shiova shumë. Këto ishin minutat, shpresoj që ki kalu për një me e mire, s'po e thu veç për kamerë, që po na shojnë që ku. Te për mirë. Unë që ato tash e shiova emisionin Shia e Anës. Falimderit. Që është knatësi dhe falimderit shumë. Unë e kam edhe një kërkes të voglit, ta mbyllim bashkë. E mbyllim. Por, do të shkojmë blokun e fundit marketingut. Marketing. Që marketing, jo, që ku i kamerën atje, hajde marketing. Marketing të këndu edhe të ishë kuzve këthemi shumë. Marketing. Këthemi pas pak. Dashurova sytë e bukur, sytë e djallë zisën, më harove, më shkatrove moj, ma humberi ninë, pran ti vetëm qaje, s'pranoje të qeshje, por thërisje si e mare moj, hajde, hajde. Mos e të provën e sanë. Qëfar të prume, e na ke knasë, unë duna me të butë pjesë të emisionit. I kërkoj falje, shikuze se ndoshta edhe më në gjezë, normalisht edhe zoni nuk mund të më konë bashkë i kjartë. Bile, po këtyri publikisht po ta boj që të ftesë, ndoshta so premtoj, se ketë varet prej apëshe, për ati murit prej bugjetit. Nëse sezonet tjetër shikuze me bugjet do të jemi pak më lartë, fatonin do të kemi pjesë të shies, projektit shia. Me knasi shumë madhe, me knasi. Këtë buqet nga Plum Flower Shop, kur të kryet emisione, i marim qështu edhe kemi aqu zonës në shpe. Po me shumë knasi, falimderit, shumë. Shumë falimderit, vlerësoj shumë. Zona përshëndese ma, lumë të qëfar, burri ki. Edhe për ljus me lullë, po vi të shpia. Të lullë, edhe me një rëcit. Ciaberto Franke, Riso Scotti, Garofalo, Prince Cafe, Finesa, Alkaline. Alkaline uj, perfekt. Falimderit krejtve shikuat që ishte diri më tani me neve, mos ta zgjasim sepse kemi zgjat andej. A ki, prit, ma e men, a ki dëgju këtë platformën JP.com? JP.com, po, e këm dëgju. Ki dëgju, të thonë është një super platformë shikuat, telefonat, merëni, mos e harani, futën një kohë. JP.com i gjenë krejt, do me thonë, qka do që na vynë, me mjeshtër, me automjete, me bileta, krejt aty. Edhe, qka do për shumë mëse të vynë me shi diçka ose me shumë e qirafa tonë, me 0 euro, me JP.com. Qa do është të tash me tonë? Dishta me thonë që... Hajtë, që këj kamerë? Une jam dashnorja jote ditën e mirë, une jam dashnorja jote ditën e mirë. Prit, si të dhuron? Ditën e mirë. Një aparat të kafës me kafe. Hej! Se mu dash sandal. A ditë që ke bo? Qa kom bo? Shumë sincerisht e kam. Hajde. Nuk i ka 3 ditë që kemi dalë me këqyrë me marë për në shpe me zana. Se zana është konsumu se kafa s'ko gjak shumë. Do më thonë është durata, e pa me ndume se kësha pri që e marë. Do më thonë mi pështove në 100 euro. Super, edhe ki kafe. Shumë falimderit. Hajde ashtë, ditën e mirë, hajde, që shka? Une jam dashnorja jote ditën e mirë. Une jam dashnorja jote ditën e mirë. Oho, ditën e mirë, hajt, ditën e mirë. O, gëzofsh. Sa ndaj, Po shumë.